në këto momente live, përveç pjesës që ka më pak audiencë, se që ka syri në YouTube, pyetja e parë që kam për Ilda Zhulalin, cilën e kam në studio dhe do t'i them mirëmëngjes. Më fal, ky po bën fushat nga zyra e kryeministrit? Ai ka gjetur. Nuk është gjë shkelje kjo? Kot për kështu elegante, jo. Një nga shumë shkeljet e kryeministrit. Pse nuk e bën sy nga PS-ja për shembull, nga Selia e Partisë Socialiste? Ai normalisht duhet ishte duke u dhënë dorën njerëzve, të jep të llogarit çfarë nuk ka bër ose për ato që ka bër keq. Po fakti që ai ri vetëm pas ekranit të kompjuterit tregon shumë për ku është, në çfarë niveli është kryeministri. Po edhe këtë e bën nga zyra ku e paguaj dhe unë me taksat e mia, dhe ti dhe teatri. Ai ka vënë të gjithë makinerinë shtetërore në shërbim të partisë vetë edhe të vetes vet. Kjo nuk është çuditë, ne e dim gjithë. Problemi është që nëse deri tani kjo është marrë mirë qenë, pra që okay, kështu ndodh dhe nuk ndodh më asgjë, askujt nuk i bën përshtypje. Tani njerëzve ju bën përshtypje dhe jo vetëm këtyre tanëve. Jo vetëm tanëve, po edhe ka dalë edhe një rezolutë e katërt, brenda 6 muajve ka 4 rezoluta që e paralajmërojnë drejt për drejt kryeministrin që i ke punët keq. Vetëm as Serbia nuk ka pas 4 rezoluta kundër në 99-ën. Asnjë vend, edhe gjuha e rezolutave sa vjen dhe ashpërsohet. Edhe kur bashkohet bashkë me këtë raportin para prak të Odirit për zgjedhjeve, thotë që shiko, në Shqipëri po bëhen zgjedhje, po keni parasysh se çfarë është Shqipëria sot. Tani një sekond, i marrim pak me radhë gjërat. Para se të kalojmë te rezoluta. Duke si deklarat propagandistike për të shtrënguar radhat e Partisë Demokratike, fakti që nuk doja njohë njëri manipulimin, që Shqipëria është narkoshtet. Ai ishte konstatim edhe i joni, edhe pse le të themi nuk na merrte asnjë seriozisht në nivel ndërkombëtar, as ne si media, as ju si parti politike. Në ç'kushte është ky perceptim tani me rezolutën e 4? Po, ndryshimi thash ka ndodhur shumë i shpejt në 6 muaj. Ka një evoluim të gjuhës, të marrëdhënieve që Partia Demokratike ka vendosur me gjithë partnerët. Ju e keni parë që ka patur dhe vizita intensive edhe të kryetarit Partisë Demokratike dhe të deputetëve në Europë dhe në vende tjera, dhe rezoluta thot qartë që në Shqipëri ka narkoshtet, e pranon, dhe nuk është thjesht një rezolut, pra janë të gjithë kryetarët e partive popullore europiane, të gjithë partive të djatha që bien dakord për kushtet ku ne jemi sot. Atë që në fakt ato shkruanin vetë, ne kemi thënë kush e di se sa herë në për analiza, raporte, agjensish, tani e pranojnë edhe me një rezolut politike të fundit, por kjo është një rezolut urgjente. Kjo është një rezolut urgjente, është futur jashtë rendit të ditës dhe përforcon edhe më shumë rezolutën që u miratua 2 muaj më herët, dhe tash shkon paralel me raportin OSB Odirit për të thënë shumë qartë dhe prerë që në Shqipëri vërtet po bëhen zgjedhje, po këto zgjedhje po bëhen në këtë kontekst. Në Shqipëri ka pasur të burgosje politike, persekutim politik të opozitës, në Shqipëri ka një bashkëpunim të qartë mes qeverisë dhe krimit, pra ky binomi të tmerrshëm është rreziku më i madh edhe i vërtet për çdo proces zgjedhor. Një atë makinerinë shtetërore që ne kemi thënë që është e vënë gjitha në punë për të shërbyer vetëm një partie, dhe elementet tjerë që lidhen me median, që është e kapur dhe i shërben vetëm Partisë Socialiste dhe agendës së saj. Mos më thonë që ka rezolut dhe për këto sondazhet famkeqe. Se janë bërë që objekt Barcaletas të sondazhet. Del Rama më i pëlqyer, akoma. Sa më keq kënë gjërat, aq më pëlqyer. Sa më keq sillet, sa më keq e ka retorikën, se aty nuk i ka mbetur asnjë fabul politike njërë. Nuk ka çfarë t'i thot asnjërit prej as socialistëve dhe jo më të tjerëve që nuk janë socialistë. Mirë po, edhe ajo që kam parë unë Flavio në rrugë, është që ka një revolt madhe dhe tek socialistët. Isha përpara disa ditësh, po bëja një eci dhe po takoja njerëz në një simpes, edhe një zotëri socialist, ishte pensionist. Nuk është shumë e vështirë që socialist keni si apes. Edhe nuk është fare e vështirë. Edhe më tha që shiko, tha, unë nuk e pranoj dota, unë jam socialista. Po nuk e pranoj dota që të kemi një kryeministër, tha, me këtë gjuhë rrugaqërore. Duhet thënë që socialistët nuk i kanë pasur Ramën edhe në fillim.
Se ashtu si e nisi, po e mbyll. Me gjitha të, ajo që është rëndësishme është reagimi. Pra, ajo që nuk del në televizion e Flavio, është që njerëzit nuk e pranojnë këtë sjellje, nuk e pranojnë nivelin ku ka arritur Shqipëria, mirë, po kjo nuk pasqyrohet. Nuk është jemi mësuar me këtë banalitet. Duket fshihet përmes sondazheve dhe duket sikur çfarë do lloj gjëje që të bëj Rama, këtu nuk ndodh asgjë dhe socialistët vetëm e duar trokasin. Po nuk është kështu. Nuk është kështu, ka një realitet krejt tjetër poshtë. Dhe ka një, mua më ka bërë përshtypje që nuk kam parë as koleg socialist që dalin takoj njerëzit. Dhe e kuptoj pse nuk dalin, sepse njerëzit janë të mërzitur e të revoltuar dhe duan një ndryshim urgjent. Janë të lodhur,